Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin për gjetjet e monitorimit të procedurave të prokurimit publik në bashkitë e vendit, sipas metodologjisë së indikatorëve të riskut Red Flag të Open Procurement Albania për 6 mujorin e parë të vitit 2026. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja për antikorrupsionin në PD tha se të dhënat paraqesin një panoramë alarmante ku miliarda lek nga fondet publike rezultojnë të ekspozuara ndaj procedurave të prokurimit që mbartin indikator serioz risku për mungesë konkurrence, favorizim dhe përdorim jo efektiv të parave të taksapaguesve. Partia Demokratike shpreh shqetësimin për gjetjet e monitorimit të procedurave të prokurimit publik në bashkitë e vendit sipas metodologjisë së vlerësimit me indikator risku me flamur të kuq të Open Procurement Albania për 6 mujorin e parë të vitit 2026. Panorama alarmante ku miliarda lek të taksave të qytetarëve rezultojnë të ekspozuara ndaj procedurave të prokurimit që mbartin indikator serioz risku për mungesë konkurrence, favorizim dhe përdorim jo efektiv të fondeve publike. Shifrat flasin vetë. Bashkia Kamës rezulton rasti më kritik në nivel kombëtar. 51.8% lidhe me procedura të klasifikuara me flamur të kuq. Bashkia Tiranë mban vendin e parë për ekspozimin financiar me 1.7 miliard lek fond limit të klasifikuar me flamur të kuq. Bashkia Vlorë 36.5%, Bashkia Shijak 72.9% dhe Bashkia Pogradec 85.1% është klasifikuar me flamur të kuq. Këto të dhëna nuk përbën një listë rastësore statistikash. Ato tregojnë se praktikat e prokurimeve publike me risk të lartë janë shndruar në një model të përsëritur të administrimit të fondeve publike në pushtetin vendor. Mëtej, Vangjeli shprehet se me ndarjen e re territoriale, qeveria synon të përqendrojë edhe më shumë kompetenca dhe fonde publike në duart e disa bashkive të mëdha.